Pse mas gjithë këti shpjegimi, gjitha këto argumente, gjitha këto begati, gjitha këto thirrje, pse po më hanë, pse, ku e ke arsyen? Çka ke gjetë më mirë? Pse? Kjo thirrje, jo për marrë përgjigjes, dihet përgjigje, po thirrje vetëdijsuese. Nuk ja vlen Allah, nuk ja vlen. Shikoj njerëz sot për çka e mohojnë Allahun azza wa jall. Për çka e mohojnë? Ani ka dilemë, sqarohet. E mohon Zotin për shembull se s'ja ka plotësuar një dëshirë. E pse më kalon me hek mu që shtamë? E pse ata pilen me hek shtamë, për shembull? Edhe thot, më hanë. A ja vlen me mu Allahun për një sprovë? Po, Allah, zhak me të lënë dunja me ecë. Apo? As menja keq për të zbët me të shkujë me më hua. Nëse e një Allahun që është duhet, edhe një vetën kushia. Fema ju këtë, pse të është më hanë? Pse për mënë Allahun të zgjërë? Pse për mënë ditë i gjykimit? Ai po të thëtë, dunjaja e shkurt, punë pak, po të garantoj tani xhenet për jetë që me shumë begati, Allah po të, unë po thëmë ka, vjen thëtë, jo s'ka ringjallje. Po në të ndërëzër, logikisht, apo, mos me pas argument në Kur'an që ka ringjallje, edhe ka përjetësi edhe ka xhenet. S'ka, Allah thëtë, punani, tani shumë që ka, s'na kalzon që ka. Na ish dosh nat e dit Allah me lut, o Zot, bën ahiretin atë. Bën ahiretin. Se që tja është jetë reale, që tja rrinë me dashni tu, që tja kur s'dash me njerë që i danë, që tja ka përjetësi, na ish dosh me lut Allah në gjellë ala. Që njerë, logikisht. Aj, po në thëtë, ka, po ju premtaj, na themi, e kush e ka po? A je normal, Allah. A po kupton logjikën, Allah. A po kupton? Të përna një njëri cili ka miliona, edhe i thët, punëtori thët, ki rrugën 10.000 në mujtë, ama si kalën 20 vjetë punëtori zelëshëm, e kam një dhe po kejtë para atja, ta një të shtim rena ty, a i thët, jo me se kiti se po duket, a i thët, po dhe mës me pas, thët mas 20 vjetë, a më këdon që e ki ku është, në që te ka i mytin, a kuptan? Allah po të ka gjennet, edhe ka, vallahi, billahi ka, edhe gjennem ka, s'ka mundësi një zullum qarë, prej e grith, mi e granë dënja, tani, deq, valla, shkaj, ja, shkaj, valla, te kja ka njës punë e ti, andaj është një interes të njëri, gjdo njëri të menqëm, gjdo njëri të logjikshëm, gjdo njëri, dha që është njëri, është në favorën ti ahireti. E Allah pëtë, e pse ti e manë, për ty e këmbo, po do ty me shpërblit të vërgjës për du, me shfarë logjikë, Allah.